Se shpesh herë në ligjërimin e përditshëm ndodh ta dëgjojmë këtë, prodhoj gazetar, prodhoj mjek, prodhoj lajm. Vim tek prodhimi i lajmit. Ka sens këto fjalësh, prodhoj lajm? Shiko, më fut pak thellë në pjesën e filozofisë së gazetarisë. Ka disa shkolla të gazetarisë dhe një nga shkollat e gazetarisë është që sipas të cilës gazetari në fakt nuk raporton realitetin, por krijon realitetin. Dhe unë e besoj deri diku, pavarësisht se mendoj dhe kjo logjik sipas cilit gazetari e krijon realitetin mund ta bëjë të besueshme tok fjalshin tënd që prodhon lajm. Por unë mendoj që gazetari nuk mund ta krijojë realitetin, mund ta modifikojë pak, por nuk mund ta krijojë një realitet, nuk dua ta besoj, se po që se futemi në atë pjesën e filozofisë, mund të shkoj drejt besimit të kësaj që gazetari e krijon realitetin, nuk është se raporton realitetin, por unë mendoj që gazetari ka diçka, gjen diçka dhe pastaj mundet që të ketë atë pjesën subjektive të tij, por nuk prodhon diçka nga asgjëja. Pra, nuk dua ta besoj shprehjen që ju thatë prodhon lajm. Mendoj që raporton lajm dhe sigurisht që i shton diçka nga vetja, i shton atë pjesën emocionale, subjektive, që nuk e shmang dot, por unë dua të besoj që... Edhe pse kanë kaluar shumë kohë, zhvillimi i teknologjisë tani ka arritur në dimensione që ndoshta po edhe ne 15-20 vite më parë nuk mund të imagjinonim, një gjë ka mbetur e pandryshuar, fjala gazetar, megjithëse nuk ka më gazetë, shumë pak, gazetë në kuptimin e materjes së prekshme, e gazetës që e shfleton në duar, prap gazetar ka mbetur. Prap gazetar ka mbetur, por gazetaria si profesion është vënë në rrezik, është rrezikuar brenda 2 dekadave të fundit 2 herë për t'u asgjësuar. Aq sa teoricienët e ndryshëm kanë shkruar botime të mëdha dhe të shumta nëse na duhen më gazetarët. Hera e parë që është vënë në rrezik është vënë diku para 2 dekadash. Për shkak të zhvillimeve teknologjike doli ai koncepti që me siguri e kemi diskutuar dhe bashk i gazetarit qytetar ose i qytetarit gazetar. Dhe në ato moment kur thanë që gjithë populli u bë gazetar, thanë po për çfarë na duhen gazetarët. Dhe siç thash, u shkruajtën botime të tëra në lidhje me këtë pyetje, një nga të cilat është i botuar në Shqip edhe në Shqipëri. Dhe sigurisht që gazetaria qytetare filloi të merrte hovë, por prap u vure që gazetari duhej. Pse duhej? Sepse gazetari nuk është për të nxjerrë atë mineralin që është në sipërfaqe, po është si minatori që duhet shkojë thellë për të nxjerrë mineralin dhe siç ju e dini më mirë se unë, minerali më i mirë është sa më thellë të futesh dhe jo në sipërfaqe. Kështu që gazetari në atë moment u pa i dobishëm, sepse qytetari nuk i kishte disa tipare që i ka gazetari për të zbuluar dhe për të shkuar përtej asaj që duket. Hera e dytë që u vu në rrezik dhe jemi në kohën që ne po e jetojmë këto ditë, këto muaj, ishte lidhet me atë që quhet inteligjenca artificiale. Do me thënë edhe inteligjenca artificiale e cila agregon informacion, pra përpunon informacion,